Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin. Pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet, dinamikat më të fundit që ndërlidhen sot me Brikenën dhe Mateon. Sot është ditëlindja e Mateos dhe Brikena kishte përzgjedhur për të bërë një surprizë të jashtëzakonshme, një surprizë që në fakt na fasionoi të gjithëve. Kam patur shumë mesazhe, Tiron ku është realizuar kjo surprizë, në ç'vend është kjo shtëpi, mos është shtëpia e Brikenës në Kosovë. Por jo, me patjetër që unë hulumtova dhe arrita të kuptoj që Brikena kishte përzgjedhur që ditëlindjen e Mateos ta organizoj tek Vilat e Bardha. Kështu quhet destinacioni ku ka përzgjedhur Brikena. Domethënë i tër kompleksi e tër vila është në dispozicion për çiftin. Domethënë Brikena ka përzgjedhur që ta merr gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës këtë vilën për të qëndruar të dy aty, për t'u argëtuar, për të shijuar momente dhe për t'u kënaqur që të dy. Vila posedonte, domethënë një dhomë gjumi, një dhomë të madhe ndenje, një dhomë me biliardo ku çifti do të argëtohen dhe do të shijojnë momentet dhe njëkohësisht një super jacuzzi që do kënaqen. Por e bukura në fakt e kësaj vile, sepse këto janë në një zonë malore të Kosovës, është që ditën e sotme, përpos romanticiteti që e ka karakterizuar Mateon dhe Brikenën në ditëlindjen e tyre, në festën e tyre, ato janë shoqëruar edhe nga bora e pranverës. Pikërisht në destinacionin ku është Mateo dhe Brikena, sot ka rënë borë, pasi që edhe temperaturat na kanë rënë pak dhe kjo tregon që çifti e ka shijuar pafund këtë 29 vjetor. E gjitha kjo surprizë është e tëra nga Brikena. Ditën e djeshme ato kanë shëtitur nëpër Prishtinë, kanë hyrë nëpër butiqe të ndryshme ku Brikena edhe i ka blerë një dhuratë Mateos dhe më pas kanë marrur makinën dhe kanë udhëtuar drejt vilave të Bardha. Domethënë kështu njihet si destinacion në Kosovë. Aty ku edhe janë argëtuar dhe do të argëtohen sot gjatë gjithë ditës duke e shijuar këtë moment. Tani sa mund të ketë kushtuar vetëm prenotimi i kësaj vile, me informacionin që mora unë, domethënë vetëm prenotimi për një natë në këtë vilë qen ka te 500 euro. Domethënë Brikena kur është në pyetje Mateo, nuk pyetën se sa paguan, por vetëm që të argëtohen edhe të kënaqen të dy së bashku. Siç duket çifti po e shijon, Mateo po e shijon dhe po kënaqen të dy. Ashtu siç edhe Mateo e tha, këtë ditëlindje të 29 ja kushton të tërën Brikenës.